Dasma dhe vdekja. Dasma dhe vdekja, mendoj unë, janë dy festat. Më falni. Më falë zoti. Janë dy këto, që quhen se nuk janë festime, se s'mund të thush vdekjes. Nuk janë, mund të janë ceremonie, po dy forumes janë. Mërë zot, du të flasë dhe s'di shqip. Vdekja dhe dasma pra janë. Di që janë ato? Si janë. Më kujtohet një barsoletë mrekullueshme. Do dalim këtë dasma dhe vdekja. Ishte një kryetar kooperative atje në kooperativën tonë, edhe kishim një traktorist, Lim Hoxhën, kështu tregojnë. Edhe po punonte, plugonte tokën me traktor Limi. Edhe kur e plugon tokën, edhe do boj kthesën traktorat janë fund të parcelës. Mirë, por nuk e bon do të kthesën ato traktorat që kishim në atëherë, në qoftë se nuk i ngrije plugjet. Do t'i ngresh plugjet. Edhe kështu që meste koni, i themi në ajo pjesa e fundit e parcelës, metet koni pa u plugu. Edhe vinin pastaj këto brigada me kazma, me lopata. Edhe i punonin këto konet. Edhe ka ardhë ky kryetari i kooperativës. Edhe i thot, po ç'a bani, thot traktorisit? Si, thot, nuk e ke punu, thot, deri në kon, thot, punohet 100%, thot, parcela dhe jo, thot, sa do ti. A e diti, thot, se çka thon shoku në verë në kongresin e 5, ishte po kongresin 8. Ky e dite, ky traktorisi që a i sinda asgjë, kryetari që vende partia. Edhe thot, jo, thot, nuk e di shoku kryetar, pse çfarë ka thonë? Edhe thashë, shoku Enver Hoxha në kongresin e 8 ka thonë, se gjende. Po që ka thonë prap shoku Enver Hoxha në burë, ashtu kërkosej. Ka thonë, i ngjelte, edhe më fund tha, po si ta themu, tha, ku e merr vesh ti, tha, se që ka thonë shoku Enver në kongres të 8, tha, që ta thamon ty, plugoj e tokën deri aty në fund, nese. Edhe unë zdi si të quj këto eventualitete, si quhen, por ne vëllezër e motra shqiptarët, dy ngjarje kemi që janë qëndrore, themelore, të përhershme, të përsëritshme, madhore në jetën tonë. Dasmën edhe vdekjen. Këtu mlidhemi gjithmonë. Këtu tregojmë atë shpirtin tonë, karakterin tonë, traditët tona, çdo gjë tonë. Dasma ka filluar të bëhet pak globale tashti. Vdekja mendoj unë ka met ashtu siç ka qenë. Mënyra se si vim, sa ditë rrim, sa zim bajmë, e gjitha këto ku shprehet ato vizitat, pamjet themi ne nga zona ime. Edhe pse desh të them këtë? Unë sot, në këtë kohë që jetojmë, ne nuk jemi të izoluar. Njerëzit postojnë video çdo ditë. Edhe gjithë bota kalon me dashje o pa dashje. Edhe nëpër këto internet dhe shef se çfarë bëjmë ne. Unë shoh shpesh, kur kam kohën, në YouTube, shoh gjëra të tilla. Shoh dasmët nga gjithë trevat e tona. Gjen çdo gjë tash në internet. Jam i sigurt që gjeni edhe ju. Edhe knaqem atë shpirtin e pastër të shqiptarëve të mi. Sa afër jemi njëri tjetrit. A shkojmë ne për të qa, a shkojmë ne për të gëzu. Por kemi sa gjona tradicionale që ja vlen të mburësh, mi po stanon. Kur shef kryesisht të dasmet, stanon diçka shumë. Edhe na paraqet neve që kemi qenë një nga popujt më fisnik të botës. Për sa i përket, për shembull, zakoneve, traditave, po kryesisht kostumeve popullore, ku
Edhe në mes të varfërisë dhe skamjes që mendojmë që ka kalu kampion, se ka qenë në përëndërinë otomane, vilej, ajo mere, ajo ka peta i qumshtit, edhe shkonte në Stamol për 500 vjetë. Po edhe pse i kushtonin veshjes, traditave, zakoneve, është e për shtrenjtë të vishesh me kostumet e tona popullore. Ka qenë shumë e lehtë të vishesh alla franga me një cop basëm për femrat e me 1 metër dok për meshkujt me një palë pantallona dogu, ose të visheshin alla turka me një palë brekushe. Kanë qenë shumë të lira se sa të vishesh me kostumet tona popullore. Ka qenë jashtëzakonisht të shtrenjtë të bësh për shembull një që quhen ato xhublet, të merë sa kohë, sa mundim, që po të shkonte ai fshatari, edhe të priste një deg qari, e bonte një gomor dru dhe shkonte shiste atje në qytet, edhe blinte një trigo për nusën e djalit apo për çunin e ku do diun. Mirë po, ne harxhonim aq shumë kohë, aq shumë mundim për ato veshjet tona popullore, dhe po të shkoje në për dasme, po të shkoje në për pazare, po të shkoje shifje gjithë njerëzit i uniform, edhe kur nuk boshin bajate, për arsye se larmine kishin bë të tillë që gati çdo krahin, çdo nahi, çdo krahin, çdo qytet, çdo fshat kishin një dallim të vogël të kostumet. Pra, të gjithë ishin vesh me kostume popullore shqiptare, që duken të lashta i lira pellazge, duke filluar që ke fostanella e labërisë poshtë një juge deri të Arvanitasit, që tash e majnë greget ne për turp. Nuk reklamojmë fostanellën, por të gjithë pra ishin veshje shqiptare, edhe prap kishin larmin e tyre, e dalloi ti nga veshjet se nga çkrahin ishte. Pra dhe larmia ishte, po ishte një veshje tradicionale. Tashi shko edhe shifti videot e dasmeve në YouTube. Disa janë vesh që ti përshtaten asaj atmosfere, ati gëzimi, veshjes së dhëndrit të nusës. Janë vesh ashtu siç i ka hijet vishë një dasme, me këmisha, me kolare, me pantolona, edhe me ripa, me kuta dio këpuc të lostrume, e të gjitha. Po vinë pastaj ty edhe dalin sa me kanadjere, me këto bluzat, me stampat shkurtra, me gjinësat grisme, që janë të mrekullueshme se vishin ku do në botë, shkosh në klub, me shokët, në rrugë, por jo në një dasëm, sepse nuk i tregon respekt as vetes tate, as dhëndrit e nusës ku ke shku të festosh me ta, edhe prish dasmën qoftë stanana ja. Edhe unë shpesh kam desh të thom këtë, dhe shpesh zgudzoj të thom se të gjithë kemi njerëz që janë hallëxhi në Shqipëri. Kemi fukarinj që s'kan bukë të hanë ndoshta, edhe si mund të kërkosh ati që të vjerën dasmën tate, që bën dasëm ti, edhe të vjerë edhe i pispillas si çdo ti. Ku ai babaki do të vjerë, po s'ka mundësi të vjerë, se s'kas se bjet një 30.000 lekë, më duket edhe 50.000 lekë, 100.000 lekë, nuk e di. Ai s'ka lekë të blej fëmijëve bukë me hongër, po duhet i loj fëmijët pa bukë me hongër dhe të bjerë ty dhurata, jo më të vish edhe si don ti. Mirë po, unë mendoj që kjo hidhet poshtë, kur mendoj që ne kemi pas një respekt kaq të madh për veshjen, të madhe për veshjen, edhe kemi bë këtë jetë mas jete, kohë mas kohë, shekull mas shekulli. Ndoshta e kemi lënë diçka mangut vetës, por kemi pas respekt për paraqitjen e jashtme, për veshjen kemi respektu çdo gjë
që është me respektu shqiptarinë rënjët, traditët tona. Edhe kështu që nuk është më thot me një që vështirë, sa në qoftë se shikon, që dikush ka varse për Floririn qaf, që më blej 10 këmisha basmje më u duk bukur atë dite, çdo shqiptar duhet ta ketë një cop këmish, edhe një xhaket, edhe një palë pantallona që të shkoj si mret, edhe pse mund t'jeti varfër në shtëpinë e vet. E në qoftë se ti, kryesisht këta që martohen tashti, në qoftë se janë Shqipëri, bëjnë 2 lek atje, se po si bën 2 lek ikin në mërkim edhe punojnë. Këto që martohen i kanë 2 lek edhe martohen me parat e veta kryesisht. Ti kur e di që ke një kushëri që do të vinë dasmën tate, edhe e di që e kushërire jotë nuk ka mundësi ndoshta dhe nuk e ka kulturën nga mjerimi, nga fërfëria, mënyra se rritemi ne sot në Shqipëri, ata që vinë kanë lafin, se bëj si lumën, si kur jemi gjithë ne, se jemi lumë i pandashëm, jeta kështu është. Ti e di që ke njëri fukara, që s'do të ketë mundësi, ti ke bo me të bosh një dasëm kaq të madhe, ja ble ti një dhurat nga Italia, nga Gjermania, edhe ja çon para dasmës, edhe i thu, fjala vjej i gjetën dyqan, edhe të mendov aty se shkojnë tamam, thash sa i shkojnë, edhe ti kam ble dhe kam qetë i veshësh dasmën time këta, edhe ja ku e bone, nuk është, edhe nuk e prish dasmën tate pa rrugullane s'bukuran. Unë i shof këto vitjet, knaqem se shof edhe muzikën që më pëlqen, ata që dëgjojnë, shqiptarët e mi, po shofët e shpirtin e gëzushëm, çdo lloj shqiptari, briliant, po s'më pëlqen, nuk më pëlqen fare, se stanojnë këto vitjet, kur aty këtu i shof njerëzit që nuk janë vesh, ashtu si që takon të vishën në dasëm, janë vesh ndoshta me rroba më të shtrenjta, por si njerëz që takohen kafe. Edhe po të kisha mundësinë që të flisja të gjithëve, unë do t'i këshilloja këta, për arsye